Lajmi i rëndësishëm për emigrimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjykata rrëzon pezullimin e vizave prek qindra aplikantë shqiptar. Një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rrëzuar vendimin e janarit të presidentit Donald Trump që pezullonte lëshimin e vizave migruese nga shtetasit nga 75 vende, duke cilësuar masën si të palishme. Vendimi u dha të premte nga gjyqtarja federale Jeanette Vargas në Manhattan. Sipas saj, politika e administratës Trump trajton kompetencat ligjore të sekretarit të shtetit Marco Rubio dhe bie ndesh me ligjin federal të migracionit. Politika ishte shpallur nga Departamenti i Shtetit në janar dhe kishte prekur aplikant për viza migratore nga 10 vende të botës. Në listë përfshiheshin vende të Amerikës Latine si Brazili, Kolumbia dhe Uruguay, vende të Ballkanit përfshirë Bosnjë-Hercegovinën dhe Shqipërinë, dhe Pakistani, Bangladeshin dhe shumë shtete të Afrikës, lindjes së mesme dhe Karaibeve. Gjyqtari argumentoi se ndalimi i lëshimit të vizave vetëm mbi bazën e kombësisë së aplikantit ishte në kundërshtim me skemën ligjore amerikane. Ajo e konsideron politikën haptazi të palishme. Padje ishte ngritur nga organizata për të drejtat e migrantëve dhe aplikantë për viza të cilët kundërshtuan pezullimin e procedurave.